10 anëtar dhe simpatizant të Partisë Demokratike të Degës së Fierit do t'i bashkojnë protestës së sotme të opozitës para kryeministrisë. Ata janë mbledhur në vendin e quajtur Kryqëzimi Sharrës me automjetet e tyre private, ndërsa në prononcimin e tij për mediat, deputeti Luan Baçi ka pohuar se kjo protestë vjen në një moment kyç të aksionit opozitar, pasi zhvillohet pas zgjedhjeve të grabitura të 11 majit dhe në një situatë të jashtëzakonshme, ku kemi një zëvendës kryeministër të kësaj qeverie së bashku me kryeministrin të kapur në aferë korruptive. Në një situatë të jashtëzakonshme ku kemi një zëvendës kryeministër të kësaj qeverie bashkë me kryeministrin të kapur në aferë korruptive, të kapur gjallë nga qytetarët shqiptar me qindra apartamente, me tendera korruptiv, me abuzime, vjedhje, korrupsion, patjetër qytetarët e Fierit do të derdhen ashtu si gjithë qytetarët e Shqipërisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Patjetër që ka gjë të veçantë, vijnë pas zgjedhjeve të 11 majit, pas grabitjeve të zgjedhjeve të 11 majit, vjedhjes së zgjedhjeve të 11 majit. Dhe mos harrojmë që në qendër të këtij korrupsioni është zëvendës kryeministrja, drejtuesja politike e qarkut të Fierit për Partinë Socialiste, një hajdute e pa kompromis me çdo gjë, ku vetëm ka vjedhur dhe ka grabitur. Këtë bëri në qarkun e Fierit me intimidime, me shantazhe, me presione, me blerje, me joshje, për të arritur atë rezultat që mburren sot me numrin e deputetëve. Baçi ka pohuar gjithashtu se protesta nuk ka një skenar të caktuar pasi do të varet nga vetë vullneti i qytetarëve. Por sipas tij, kjo protestë pason pas disa tubimeve që kanë qenë në formën e foltoreve një nismë e Partisë Demokratike për ndalesën që u është bërë deputetëve në parlament dhe heqjen e të drejtës së fjalës. E kanë pasur impaktin e duhur, kanë qenë foltore dhe s'kanë qenë protesta, kanë qenë një nismë e Partisë Demokratike si për ndalesën që është bërë deputetëve në parlament, heqjen e të drejtës fjalës dhe ajo u nisë një foltore e përbashkët deputet dhe qytetar. Protesta e sotme është si vazhdimsi e një stine protestash që do të vazhdojnë pa mbarim në forma të ndryshme, në mënyra nga më të ndryshmet, ku grupi parlamentari i Partisë Demokratike, deputetët, kryesia e Partisë Demokratike, kryetarët e degëve të gjithë do të jenë në krye të këtyre protestave.